qendresa qytetare sot ka bërë një hap të mëtejshëm. Jeni drejtuar pikërisht një nga institucioneve më të rëndësishme për sa i përket edhe momentit, le të themi, që është kontrolli I lartë I shtetit. Çfarë kërkoni nga ky institucion dhe a mund ta bësh me dije pak a shumë objektin e kësaj kërkese? Shiko, ne me njërë sa po vum një informacion të lajmi se 4 milion euro nga buxheti I emergjencave shkojnë për të realizuar koncertin e një kompanie private në vendin tonë. Sigurisht që për te le të themi diskutimeve morale, a mundet, a nuk mundet, filluam të kuptojmë bashkë me juristët, nëse kjo ishte një procedurë e cila ishte bërë e kundralishme dhe nëse ne ngrinim një pikë pyetje të tillë mbi mungesën e kuadrit ligjor për shpenzuar në këtë formë dhe transparencën. Kush institucion mundet që ta hetoj dhe kush institucion mundet që ta ndaloj ose të natot që është gabim ose e drejtë. Dhe sigurisht për te institucioneve të drejtësisë, ne kemi një institucion që për ishtë së vërtetës ka pasur një besueshmëri të lartë dhe një integritet deri më tani të kontrollit lartë të shtetit. Dhe në këtë kuptim, sigurisht që ne kemi përpiluar një dokumentacion me të gjitha ato që mendojnë se janë shkelje dhe përbëjnë objekt të punës së kontrollit lartë të shtetit. Duhet kuptuar që këto janë para publike të cilat janë shpenzuar në një mënyrë caktuar nga kryeministri I vendit dhe ne duhet kuptojmë që audituesi, le të themi, ai që është organi kompetent për të treguar nëse transaksionet dhe veprimet ligjore janë bërë në interes të publikut apo jo, është kontrolli I lartë I shtetit dhe ne sigurisht që duam që ta përfshijmë edhe këtë institucion për të kuptuar më shumë nëse këto para janë në kundërshtim të shpenzuara në kundërshtim me ligjin ose jo, janë në eficiencë ose jo. Dhe sigurisht që presim që të ketë edhe një reagim, presim edhe që të ketë një sipërmarrje dhe një veprim të institucionit të kontrollit. A ishte të gatshëm ata persona që ju dolën aty për ta patur këtë lloj kërkese tuajon dhe për ta minimalisht për ta protokolluar apo jo? Shiko, ne e kemi dërguar me post për të ndjekur rrugën e procedurën zyrtare të mënyrës se si komunikojnë institucionet me njëra tjetrën, por duke pasur në vëmendje precedentin e komunikimit të qendresës qytetare me institucionin e kontrollit lartë të shtetit, sigurisht që besojmë që do jetë një shkresë e cila do të merret me shumë seriozitet dhe të shikohet në detaj nga ky institucion. Më duket mua apo jeni treguar të zgjuar që keni çuar në kontrollin lartë të shtetit dhe nuk keni çuar në SPAK për shembull? Kjo ishte një nga sugjerimet që ne kemi pasur nga juristët të cilët kemi dhe kanë pasur qenë 3 opsione. Gjykata kushtetuese, po gjykata kushtetuese mundet të vononte procesin dhe për një veprim të ekzekutuar të parave mund ta argëzonte çështjen si të ekzekutuar tashmë dhe nuk kishte efekt. Nga ana tjetër edhe tek SPAK juristët kishin dyshimet e tyre nëse mundet që të konsiderohej dhe mund të merrej në shqyrtim dhe institucioni që ne mendonim që ishte edhe I besueshëm dhe me integritet, po edhe kuadri ligjor e përfshin dhe ishte institucioni I kontrollit lartë të shtetit dhe shpresojmë shumë tashmë që të ketë një lloj. Mariglen, keni dyshime ose keni informacione që këto para janë të lishme? Parate institucionit, le të themi, të arkës publike. Kemi parë që janë marrë nga arka dhe janë përdorur, pavarësisht se deklaratat zyrtare të qeverisë janë për këtë fakt dhe flasin për këtë fakt. Ajo do duhet kaloj edhe në një seancë, le të themi, parlamentare, me sa kam informacion unë, megjithatë parat publike janë parat publike dhe janë parat e qytetarëve, kështu që sigurisht që ato janë të pastra. Por mënyra se si përdoren, pastaj sigurisht të ngrej dyshimin që janë përdorur për qëllime të mira, për qëllime të institucionit apo për qëllime që I parashikon ligji. Nga ajo që ne kemi gjykuar, këto para nuk kanë shkuar as në, le të themi, në të mirën e interesit publik, po as në një eficiencë financiare që ne ta dimë në kuptimin e investimit, sepse kryeministri thotë gjithkohës investim, po duhet kuptojmë që shteti nuk është investitor në iniciativa private, se ndryshe do ishte një kompani private dhe shteti më vetë. Që do thotë çdo sipërmarrje private ka risk dhe shteti nuk ka luksin që me 4 milion euro të bëhet pjesë e një risku ku koncerti edhe mund të mos lote për 1.100 arsye të tjera. Që do thotë paratë e vendit nuk mund të jenë kaq fragil dhe nuk mundet që të vende precedencën e një institucioni që vjen në vendin tonë, merr një sipërmarrje private, dështon dhe ne paguajmë për të mbuluar dështimin. Dhe këto janë referuar gjithashtu edhe kontrollit lartë të shtetit, sigurisht që ky elementi I kompeticionit është edhe ai një element shumë I rëndësishëm. Pra çdo të ndodh me një këngëtar tjetër që vjen në Shqipëri dhe ka të garantuar tashmë, domethënë kompania dhe nuk ja vlen më të punojë të bëjë marketing, sepse mjafton të pus këmbët
Dhe me që shqiptarët paska, domethënë kryeministri paska cip dhe turp, nuk ka nevojë të punojë si kompani private, se do vetë ambuloj falimentimin e kryeministrit. Okej, Malikrem, faleminderit. Shpresoj që të marrim një përgjigje dhe ky institucion të bëjë detyrën e duhur edhe okej, unë të uroj suksese dhe të vazhdosh me protestën se të presin njerëzit. Faleminderit. Faleminderit shumë. Zoti ju bekoft të gjithëve. Si e shikon protestën re? Po besoj se besoj vetëm mirë, është era parë që shqiptarët po protestojnë. 36 vjet, është era parë që janë lidhur me njëri tjetrin, te do bën 43 ditë. 43 ditë që po protestohet, kështu që të protestosh në një vend demokratik është gjë më e bukur që mund bësh. Sidomos në formën paqësorë si shqiptarët po e bëjnë. Dhe po i tregojnë qeverisë tonë që na ka marrë peng tash gjithë vite, sa të pakënaqur jemi ne. Pavarësisht ata duan ta shfamojnë edhe ta shtuplojnë bashkësitë të interesave të tyre. Por që besoj se me durim dhe me paqe, duke treguar të Europës se shqiptarët nuk janë ato mafiozët e famshëm që ata na njohin, jemi dhe shqiptarët demokratik të 2026, që jemi të pakënaqur nga një qeverisë mafioze dhe nuk duam të jemi më pjesë e saj. Revolucioni Flamingo sigurisht që ka patur edhe një jehon në media ndërkombëtare, në kancelarin kombëtare. A shikon që ndërkombëtarët mund të kenë një rol kryesor në plotësimin e kërkesave të protestuesve? Sigurisht që kjo është një luftë që ne nuk e bëjmë dot vetëm. Patjetër që ne kemi nevojë për ndërkombëtarë. Gjermania, Italia, Amerika me radhë e din shumë mirë se çfarë ndodh në vende të tilla. Tani flasim të drejtën, sado që Rama ta ketë mashtruar me gjithë Berishën në krah, ta ketë mashtruar gjithë këto vite për një të drejtë, për një vend që nuk është ashtu si ata e mendojnë, tani ne po i tregojmë vërtetën që ne jemi këto dhe kushte që jetojmë. Me mungesë në spitale, në arsim, në edukim, prandaj ne kemi mbushur vendet e Europës në ndërtim dhe jo në për shkolla, ashtu duhet jemi ne. Prandaj besoj se puna e Flamingos nisi, ata duan t'i japin më shumë rëndësi që Zvërneci toka, sepse ata i kanë zgjidhur hallet e tyre. Zvicra nuk e percepton dot në 2026 mos ke drita dhe ujë. Dhe ata e mendojnë që kjo është çështje toke dhe çështje mjedisi, por që nisi si çështje mjedisi dhe sot është çështje për gjitha padrejtësitë që është bërë Shqipërisë tash 36 vjet jetë. Ti bash për sarkazëm, për humor, për ngacmime. Unë po shkoj shumë serioz. Po, edhe kush e bukur muzikë. Në momentin që është mushka laja, nuk ka mundësi unë të bëj me humor. Sepse humori bëhet në kushte humori i zi bëhet në kushte që s'ka nevojë për seriositet. Protesta është shumë serioze si gjë. Se kjo është vërtet momenti jo i parë që neve t'i tregojmë në Europën dhe botës, ore vlla, Shqipëria është ngritur nga ata tash 36 vjet. Prandaj nuk mundem dot të bëj humor, kanë ngesur. Frymëzimi unë lash Italinë dhe Gjermaninë, lash një vend që kanë tash 5 vjet që mora fëmijën për ta edukuar jashtë, për t'i dhënë një shtëpi jashtë, me artin tim, me komeditë, me video që kanë realizuar. Dhe tani për herë të parë në gjithë ato llafe që kanë dhënë rrjetet sociale, ato nxitje që kanë bërë nga pak, sot më duhet vi dhe të luftoj. Dhe në luftë nuk ka vend për humor më. Çfarë quan këtë që po ndodh në Shqipëri? Tragjedi, komedi, dhe ka një emër, mund t'i lësh një emër. Kjo nuk është tragjedi komedi, më se njerëzit po vuajnë nga kjo situatë, nuk kanë ndaluar vuajtjet e njerëzve. Po flasim për nëna që s'kan burta, duhet ndajnë në fund muajit, të paguajnë dritat dhe ujin apo të paguajnë ilaçet. Dhe po mos t'jenë djemtë e diasporës, po vajzat e diasporës që t'i ndihmojnë prindërit e tyre, ato nuk do kishin mundësi jete. Po flasim që nuk ka kimio në spital. Ata janë sot me nesër, ata nuk janë të përjetshëm. Po flasim diçka që nuk ekziston në asnjë vend botës. Nuk mund të do në një vend si Europa, nuk mund të ekzistojë do, sigurisht edhe njerëzit do kalojnë. Patjetër, sepse edhe shqiptarët kanë çik problem të binë anash. E kanë pak. Kështu që janë shumë gjona që janë shumë e hidhur, nuk e shoh as si tragjedi, sepse na mor jeta, me thënë drejtë. Unë jam lindur rrit në Tiranë, 33 vjet, të marr rrugët e emigracionit sepse nuk shoh mundësi në vendin tim t'i ofroj botës duke paguar taksa, edhe duke ofruar art, edhe të ofroj dot vendin tim asnjë gjëje, është e turp që nga tjetër. Dhe të kemi një parlament ku drejtoroi golli i madh ulet dhe Zeqinia sot, a kupton, të jeni në vend. Kështu që në këtë lloj mundësie çdo kush mund të bëhet parlamentar sot. Do qëndrosh deri ditën e fundit? Do qëndroj deri ditën e fundit. Me pa diskutueshëm kam anulluar çdo punë, kam folur me çdo klient mundshëm për të shtyrë datat e mia, sepse është shumë e nevojshme që unë të gjendem në Shqipëri në këtë moment. Re ka vendosur të gjendesh në Shqipëri në çdo moment. Dëgjoni se është mesazh shumë i fortë.
Prej, faleminderit shumë. Kiara vjen nga Franca, shkrimtare, me një shtëpi botuese në këtë shtet, sot vjen në protestë. Kemi mësuar që ke qenë një personazh i cili ka organizuar dhe një protestë shqiptare në Francë. Çfarë të ka bërë që ta bësh një gjë të tillë dhe të gjendesh pranë popullit tënd në një kauzë siç është kjo 47 ditore? Unë e mbërses protestën, e mbërses në të gjithë dimensionin e saj, për mënyrën se si merren vendimet në këtë vend që prej të paktën 2013-ës e këtej, duhet të ketë gjithmonë një të thuash diskutim publik për të gjitha gjërat që e prekin nga afër jetën e këtyre njerëzve. Nuk mundet që një kryeministër ose një qeveri, sado shumicë të ketë në parlament, të vendosi pa konsultuar njerëzit të cilat ligjet e saj i prekin edhe në jetën e përditshme. Prandaj mbërses protestën që filloi si një ralbol ose si thuash një ekstrem i mos respektimit ndaj individit, ndaj pronës, sepse të gjithë jemi koshient që shqiptarët vuajnë gjatë 35 viteve për të gjetur të drejtën e tyre për sa i përket pronave, por edhe në fusha të tjera të drejtësisë. Domethënë, është krijuar një sistem i tërë klientelist ku shqiptari i mesëm ose si ta them, shqiptari i mesëm ndoshta e rregullon pak jetën e vet, po shqiptari në përgjithësi ende dyerve të gjykatave, ende dyerve të shërbimit publik. Unë si 35 vjetë që jetoj në Perëndim, kur kthehem, më kushton jeta më shtrenjtë se sa më kushton në Francë, dhe në këto kushte unë e di, unë e lash këtë vend me byrek, e gjeta me byrek. Dhe kur i shikoj këta njerëz më dridhet mishti. Është një klik e vogël që punon në për disa institucione europiane që kanë një rrogë më të mirë, por nuk e kuptoj akoma se si ushqehet shqiptari i mesëm, se si e çon fundin e muajit. Të mos flasim për pensionistit. Domethënë, duke u nisur nga baza, po i bëj një analizë shoqërisë kur e shikon nga larg, nga jashtë dhe kur vjen këtu në vend. Për gjitha këto unë jam sot në protestë. Po Kiara, ti je shkrimtare dashur, edhe a meriton kjo protestë një libër se një shkrim e kanë bërë, mediat ndërkombëtare e kanë mbështetur, kancelarit ndërkombëtare e kanë kuptuar se çfarë kërkojnë shqiptarët. Janë anullimi i ligjit 21-2024, janë ajo që para pak ditësh është miratuar nga qeveria, janë dhe shumë të tjera, por mbi të gjitha janë të gjitha pa kanajësit në 35 vite që janë bërë këtij populli. Në emër të kujt? Padrejtësit janë bërë në emër të atyre elitave të formatuara nga regjimi. Dhe ajo që shpesh harrojmë është se kjo gjendja amorfe që ka persistuar për 35 vjet nuk është se shqiptarët janë një kombë me ADN të nënshtrimit. Por ajo që shpesh nuk e kuptojmë është se elitat tona janë të përzgjedhura nga një klasë seleksionuar, mbështetës të regjimit, sepse opozita, të themi, natyrale është shkatruar edhe fizikisht. Pra ata që shohim sot që janë të shkolluar, që na udhëheqin në të gjitha institucionet, janë brezi i tretë i atyre personave që bën luftën, që drejtuan Shqipërinë për 45 vjet dhe që ndoshta besuan me idealizëm. Patjetër. Çfarë ka ndodhur? Është riciklimi i të njëjtëve njerëz. Dhe po të marrësh një autor çmim Nobel në letërsi me origjinë polake, Czesław Milosz, në librin e tij Mendja e robëruar, ai pikërisht shpjegon duke marrë parasysh, duke marrë si krahasim një personazh nga
kultura arabe, që është personazhi i Ketmanit, i cili ndryshe sillet jashtë dhe ndryshe mendon brenda. Dhe ne kemi prodhuar një elitë e cila është gjithmonë në akord me drejtimin, në akord me atë që dominon shoqërinë. Dhe nuk ka kurajon, sepse është mësuar që ta mbaj brenda atë lloj proteste. Dhe duke mbajtur brenda shumë gjatë, ose protesta e kalon shfaqjen e jashtme, njeriu bëhet rebel dhe dënohet nga regjimi, pra zhduket, ose pjesa e jashtme, koraca, e shtyp atë që është brenda dhe njeriu bëhet i bindur. Dhe kjo protestë, në këtë protestë, unë shikoj njerëz që kanë dalë nga ky formatim i regjimit të vjetër. Dhe kush janë? Janë 15 vjeçarët që janë akoma pa frikë dhe të pa formatuar, po janë dhe të rinj që kanë studiuar në Perëndim dhe kanë provuar që në Perëndim të zënë një vend intelektuali, për shembull IT, në financë, por e kanë parë që në Francë, në Gjermani, në Hollandë, janë qytetarë të nivelit të dytë, sepse Europa është e ngopur, nuk ka më vend për shqiptar që të zënë vend në pozicione intelektuale. Dhe këto njerëz e kuptuan që e ardhmja e tyre është vetëm në Shqipëri. Dhe unë i pash duke ndjekur protestat që nga fillimi kanë ndjekur me shumë interes, e pash përbërjen e kësaj proteste dhe jam shumë e lumtur sepse mendoj që ajo proteste brezit tonë, e cila u tjetërsua, u vodh, u manipulua, ndofta po zëvendësohet nga kjo proteste re, e cila nuk do të tjetërsohet. Ndoshta gjithashtu edhe protestën e studentëve. E pash nga afër se si çdo student u fotografua, u mësua kush është Tezja, kush është Daja, dhe të gjithë ata që punonin në administrat shkuan tek fëmijët dhe i thanë mos dilni më në protestë. Dhe u zhduk protesta. Përpiqem me mbështes protestën dhe përpiqem dhe them me shumë bindje që duhet kemi kujdes nga këto patronazhistët që janë si kolona e pestë edhe në Perëndim, po edhe këtu, në mënyrë që t'i eliminojmë dhe të mos ta lëmë frymën e protestës të tjetërsohet, manipulohet, të shkatrohet. Faleminderit Kera, edhe shpresoj që në një libër tëndin të jetë edhe kjo protestë. Shpresoj. Okej, faleminderit shumë. Faleminderit juve për mesazhin që dha. E para bas të falenderoj shumë për dhuratën. Është një flamur amerikan, i cili më është dhuruar nga një shqiptar që ka 35 vite që jeton në Texas, apo jo? Sigurt. Keni ardhur në Shqipëri? Ka 2 ditë që kam marrë. Ja, çfarë pushime, kemi marrë dy nimojmë. Të pështetim komin tonë, të pështesim rënin shqiptare. Si po duket? Si po duket kjo rinia, kjo protesta, këto thirrjet, këto daljet për kaq ditësh? Është një njem kombëtare. Valen mrena. Se nga ju e kupton më shumë, aq më tepër që keni vite që jetoni larg vendit edhe kur dëgjoni një fjalë shqip, ju bëjnë syt xixa. Kjo unë kisha dëshira ime më e madhe ka qenë kjo para 20 vitesh. Kjo nisëm. Se kjo rinia e sodit, me vizionin tëm që shoh, këta janë fix Supreme Court, ose gjykata e lartë. Gjykata e lartë. Se e mund të karikum ligjin dhe nuk e lanë me shkel. Fix. Shqipëria kush e di zoti se ku ishim tash, po t'ishte para 20 vitesh kjo nisëm. Më mirë, si thonë, më mirë vonë se kur. Por unë jam i bindur që ky zotëria nuk i ka ditë të shkurta. Unë jam i bindur që ky do të arratiset. Sigur i ka larguar gjithë shqiptarët. Duhet të ketë. E ka rradhë gjithë. Zotëria në fjalë. Në fakt, e dini që është bërë shumë me bast kjo hikja e Ramës. Po dëgjoja që disa njerëz kanë hapur një kuotash edhe janë duke diskutuar se sa prej tyre mendojnë që Rama do ikë dhe sa prej tyre mendojnë që Rama nuk ikë. Më trego se ku është dhe unë po i futi parë. Unë po i futi do kursimet mia po i futi atë. Por është shumë e nevojshme një gjeneratë e re të vinë. Ky popull fesnik kaq vite që po bën 30 sa vite tash.
nuk po flasim për demokracinë kur ka në vitet 90, nuk kishin eksperiencë, nuk diçka që u urzu komunizmi, por prapë se prapë unë e shoh komunizëm këtu. Komunizëm modern. Si ka mundësi që bëhet milenier brenda natës? Çfarë ka emocionuar më shumë në këtë protestë? Besoj që e keni parë dhe nëpërmjet ekranit. Çdo natë e kam parë. Çdo natë. Çfarë ka emocionuar më shumë? Rinia. Zëri S'ka popull më të bukur se shqiptarët. Se më dhe, kjo për mua ka qenë një ëndër si u realizuar. Por shqiptari, ne kemi jetuar me shekuj dhe asnjëherë s'kemi. Shqipëria nuk dorëzohet kur edhe sikur t'jesin vetëm në rini, vetëm edhe në femnat, po me Shqipëria nuk ka murzuar. Bas, edhe sa do rish në Shqipëri? Sa ke do ri mundur? edhe një javë diçka, po do kthehem prap. Do kthehesh prap. Do kthehem prap. Dhe mendon që kur të kthehesh prap do ta gjesh atë vend që ke kërkon? Vendi im është shumë i dashur. Po me imit Zotit se këtu Amerika ka ne do me besu në Zot rrallë parë. Në qoftë kur t'ulesh një tavolinë, ke pa që ulesh të një kafe dhe në qoftë se ai person nuk beson në Zot, ik prej, mos rri, se domethënë ky njeri nuk beson në Zot. Amerika ka edhe në dollarin që thotë në God we trust. Zoti se na i besoj. Se pra të punë është shteti më i fortë në botë. Pra të punë është vendi më demokrat në botë. Si e shikon Amerikën në raport me këtë protestë, me këtë lëvizje qytetare, me qëndresën? Shteti Amerikan, qeveria, si për të thëmë English, they love it. Unë e shoh se janë shumë entuziast për këtë lëvizje që kanë bërë. Kjo është shumë e nevojshme. Shumë e nevojshme. Ky bani armiq komin më pro Amerikan, ne më pari edhe Amerikan. Me njëkjet ky ka çështje të hapura. Ky odët arratise dhe do shkojnë. Po unë mendoj vendi më i sigurt për Edi Ramën është North Korea. North Korea, Korea e veriu, se është komunizëm atje. Është komunizëm. Edhe nuk e kërkojnë. Aty e mbajnë, nuk e japin. Por domethënë ky ka çështje e shef këtë fugonin këtu nuk i zan. Ashtë mbaja e ka? Pa, e dinaj, pra të punë nuk bën ndërheqje. Sepse i ka ditë në mrume. Ti jesh kundër Amerikës, ky ka globuar kundër Trumpit. Të është e futi familjen e presidentin Trump, e futi në kurth. E pa sa bukur pritet në Turqi, e pa si shikoi Trumpi. E pa presidenti e ka futi, e ka prej në bes. Një kryeministër si kur kë. A kanë besë Amerikanët? Kanë besë Amerikanët. A kanë si ne? Amerikanët ne kemi, ne thomë, ju thoni nur, ne themi kumar. Ne kena kumar, ata kur kumarë nuk e lëshojnë. Ne gjithmonë na kanë dorë. Amerika, presim tash sa të vinë kë generale, se kë ma gjenone tash. Nuk është ambasador që ka ardhur, nuk është ambasador kurrier. Është luftarak. General. Është një arsye shumë e fortë që ka ardhur këtu. Do ta jo Shqipërinë, po do ta ndërsin ballkonin. Na e thot Baca që ka ardhur nga Teksasi, 35 vite banor shqiptar i Amerikës, i cili thot me bindje që ambasadori i ri nuk ka ardhur për karrierë, por ka ardhur për të rregulluar Ballkanin. Dëgjoni se do kujtoheni pastaj që thënie të tilla pas kanë patur një të vërtet brenda. Faleminderit shumë Bac. Edhe shumë faleminderit për ju. Për dhuratën. Edhe Zoti ju lëmoft. Edhe mirë se të na vish prap. Unë këtu do vi që vendi jam këtu, s'kam këtë çoj. Është imi. Faleminderit. Atë Zoti ju lëmoft.